Përshëndetje, mirë se erdhët në një vlog të ri. Unë pse po ri kështu tani shtrembër, nuk e di. Ndodhem te makina ime edhe po mbledh reckat sepse kam një çantë plot me gjëra, çanta palestrës, e mbush gjithmonë. Nuk kam nevojë as gjysmat nga gjërat që ve brenda, po unë e mbush. Sa mbarova palestrën, siç mundeni të kuptoni nga gjendja ime. Edhe mora makinën edhe erdha në një grua që më bën thonjtë këmbëve. Unë që thoni nesër kam atë shfaqjen e kërcimit, do kërcejmë para njerëzve, shumë njerëz. Jam pak e stresuar për këtë gjë. Edhe do vesh taka, kështu që më duheshe të shkoj të rregulloj thonjtë e këmbëve që janë në një situatë skandal. Nuk e kam diskutuar këtë këtu te vlogu te kanali im, por thonjtë mia të këmbëve, atëre që shkoja në male dhe bëja hecje këtej andej, kisha marrë një palë këpucë të reja Salomon, të cilat ishin shumë të forta para. Edhe unë kur zbritja malin, më dhimbnin thonjtë e këmbëve shumë, po tepër shumë. Edhe kur arrita poshtë, hoqa këpucët, pash thonjtë e mia, edhe ishin bërë të zeza fare, po të tipit të zeza. Unë isha shokuar, thash o bobo çka ka ndodhur, vajta te kjo zonja që është kastile për këto, nuk bën, domethënë thjesht nuk ti lyen thjesht thonjtë, thash kastile për këtë gjë, doktor domethënë. Edhe më tha që do të ikën për pak kohë, domethënë do ik fare, thori që ke te këmba, thash, super, më tha ka ndodhur sepse godiste thori te këpuca edhe është sikur të ikte, kështu që tani situata me këmbët është skandal, normale që nuk do jo tregoj këtu sepse too much, por do shkoj me shpresën që do rregullojnë edhe do bëjnë mirë edhe të bukura që nesër të dalë si njeri. Marr reckat e mia edhe shkoj te shtëpia, se arriti ora edhe unë po flas edhe do vonoj. Vura ujë të ziej që të bëj makaronka, që është ushqimi më i shpejt që mundem të haj tani, momentalisht. Po derisa të marr val ujë, unë do haj një banane, që të presim pak urinë tonë. Duhet të kisha vënë ujin sa u ktheva në shtëpi, edhe tani do kisha marr val. Po, gjëja e parë që bëj unë kur kthehem në shtëpi është të rregulloj dhomën time. Dhoma ime ishte skandal, kisha hedhur rroba kudo, kishte kurosur mami rroba me kishte lënë atje që t'i vendos. Desha të pastroj edhe pak skrivanin që e ri, edhe iku koha. Mendja ime ishte aty, pastaj thash, tani më haj, ç'a do haj? Po, kujtova momentin e fundit, ndrova edhe çarçafet, më kapi mania të pastroj shpejt e shpejt, duhet të hyj të bëj edhe një banjë, po tani është babi po bën banjë, se sa u kthe dhe nga puna, kështu që them të haj një herë edhe unë, pastaj të hyj të bëj një banjë, të bëjmë përsëri gati, edhe të ik nga shtëpia, sepse për një orë gjys unë duhet të jem në një lagje tjetër, në Peristeri, për kërcimin që ju thash, që kemi provën. Prova do duroj që në orën 5 deri në orën 10 të natës. Edhe unë nuk e di po jam i përgatitur për këtë gjë, po s'kemi që bëjmë. Ndërkohë ja si duken edhe thonjtë e mia të këmbëve që vajta i bëra, normale që nuk janë yll, po të paktën është shumë më mirë situata se sa ishte që parë, kështu që them janë okej. Nuk do kem turp të heq çorapet e të vesh takat pastaj. Po më tha ajo doktoresha që më bëri që duhet të ri me sheshka tani derisa të shkoj atje, të mos vesh fare këpucë të mbyllura, sepse nuk bërëm xhel ose diçka të tillë. Thjesht më kalovi me një ngjyrë. Vuri një xhel në fillim që ishte që të krijoj bazën, domethënë, edhe pastaj më vuri thjesht ngjyrë që po e bëra pak me dorë mund të ik. Kështu që mundojmë t'i mbaj me kujdes tani këmbët e mia derisa të ik nga shtëpia. Do ve edhe pak parmigiano nga lart, normale. Unë nuk e di pse, po makaronat pa djath nuk më shijojnë. Nuk i dua. Dhe haj ose me djath të bardhë, që njerëzit më shohin të haj makarona me djath të bardhë edhe më thonë ti je çmendur. Nuk kanë lidhje njëra me tjetrën. Ma më shijojnë tepër. Ose me parmigiano, duhet të ketë djath. Nuk mundem. Unë nuk mundem në përgjithësi të jetoj pa djath. Njerëz të tjerë kanë këtë gjë me ëmbëlsira, me patatina ose ku e di unë. Unë e kam me djathin.
Para se të hyj të bëj banjë, desha t'ju bëj një haul sepse dje vajta në qendër në Athinë edhe bëm një xhiro nëpër dyqane me Irinin. Arsyeja pse vajta ishte sepse nesër që kemi shfaqjen e kërcimit, koncepti jon për koreografin që ka bërë mësuesja është pijama party, që do me thënë duhet të gjitha të vishnim pijame kështu të bukura saten. Edhe unë desha të marr një roba, tani si quhet në shqip nuk e di. Po atë që vesh lart nga pijamet tënde, kisha një palë pijame të zeza, prisni. Këtu është një sorç, kjo këtu e zezë me bluzën nga lart, ja. Cute. Do vesh normale nga poshtë edhe gjeta, edhe nga lart besoj do vesh edhe një tip bralet diçka që të jem e mbuluar sa më shumë. Edhe që thoni kërkoja diçka të vesh nga lart sepse janë të shkurtra, duheshe. Edhe kisha parë një dyqan te qendra që thoshin të gjithë që ka gjëra kështu të lira. Hym brenda, kuptova që ishte andra ime, sepse njërë dyqani që vajte ishte gjigant, kishte sa hyje vetëm roba banjo, nuk e di asun sa shumë roba banjo kishte atje. Pastaj hyje më brenda, kishte bijou, të tipit unaz, vës, të gjitha. Kishte roba për gra, për bura, aksesore, bijame, mbathje, të gjitha. Nuk mundim të kuptoni sa shumë gjëra kishte brenda. Edhe ishin të gjitha në çmime shumë të mira. Nuk e prisja. Unë vajta gjeta të që desha normalisht. Mora këtë që ta vesh lart nga bijamet, është disi kështu. Nuk është shumë cute. Edhe se e pash thash fantastike, sepse nuk do e marr vetëm për atje. Do e marr që ta mbaj, do e vesh edhe herë të tjera se është e bukur, ka këto puplat këtu në anë. Edhe më pëlqeu shumë. Thjesht nuk isha e sigurt po do shkonte me këto pijamet e mia të zeza, sepse unë po kërkoja për të zezë, nuk kishte në ngjyrë të zezë, kishte vetëm këtë rozën edhe një të bardhë. Edhe isha me frikën që do shkoj, nuk do shkoj këtë ande, po e mora, i provova bashk, edhe ishin super yll. Edhe kjo që thoni kushtonte 15 euro. Edhe kishte 1+1 dhurat. Do me thënë, unë mundesha të marr këtë, edhe një palë pijame të tjera dhurat. 15 euro. Kështu që mora normalisht edhe një palë pijame. Pse jo? 15 euro të gjitha bashkë këto. Janë nga marka Triumph, që është e famshme për pijame që ka edhe për të brendshmet. Edhe këto janë pantallonat. Kjo ishte bluza, që kishte nga lart me mëngë të shkurtra. I mora në masën medium sepse nuk ishte më të vogël, edhe në përgjithësi e vetmja e keqe në atë dyqan ishte që kishte masa shumë të mëdhaja, edhe duheshe të kërkoje shumë që të gjesh masën tënde, po më thanë që do bëjnë rifurnizim javën tjetër, kështu që them të shkoj përsëri andej, një xhiro kështu të het një sym prap. Edhe me që vajte për këto, vazhdova unë, edhe thashme që hyra tani të shkoj edhe një gjë tjetër, edhe mora këto streçet këtu që kam veshur, të cilat janë kafe, janë të ngushta lart edhe hapen poshtë, edhe i pash më pëlqen shumë, desha një palë të tilla sepse nuk kisha. Edhe thash ti marr, të mos i marr, pash çmimin 7,5 euro. Thash unë po i vjedh në këtë moment. Kjo është vjedhje që po bëj unë tani. Çmimi ishte fantastike, edhe 7,5 euro ishin, po pagoje me lek në dorë. Po pagoje me kartë ishte më duket 9 euro. Kështu që po të shkoni në atë dyqan, të shkoni me lek në dorë, do ju le emrin diku këtu, sepse nuk bëj gatekeeping, kush është në Athinë ta vizitoj, mund të gjej çdo gjë atje brenda. Edhe pastaj vazhdova, edhe mora 2 palë vëth, bënte 5 euro njëra, edhe janë me material që nuk nxihet, stainless steel. Këto janë të parat që gjeta, super cute, edhe këto janë të dytat, pak më të thjeshta këto për përdit. I adhuroj, shumë cute. Edhe mora edhe këtë kapelen këtu. Desha shumë kohë të marr një kapele, sepse unë nuk i paravesh, po kam parë stile të ndryshme, edhe shikoj goca që i veshin me xhakete elegante, i kombinojnë shumë bukur në Pinterest. Edhe thash të kem një kapel, se mund të më vi një ditë edhe të dua të bëj styling. Edhe mora këtë, më pëlqeu tepër shumë, mirë tani duhet ta bëj pak më të ngushtë mbrapa, po e kuptoni iden, duket disi kështu, edhe kushtonte 6 euro. 6 euro, që kaq mund të gjesh vetëm në Shein ose në Temu, në asnjë vend tjetër në Athinë.
Mora edhe një palmbathje to i lemnan, sepse ishin 3 orë gjys, edhe ishte brandi Triumf që ju them, që është brandi mirë, do me thënë mbahet. Po të shkosh te dyqani tyre normale, i ka shumë të shtrenjta. Mora edhe këto gjetat për kërcimin, që janë disi kështu besh, edhe kanë edhe xixa lart. Unë nuk i desha me xixa, po nuk gjeta pa xixat, thjeshta fare. Kështu që mora këto, thash, s'ka gjë. Edhe pastaj vizitove dhe Zarën. Sepse normale, po jetë e qendre dhe nuk vizitove Zarën, qa do bësh me jetën tënde? Hyra brenda thash, hajt mo nuk kam shumë ore eksteri të kërkoj. Sa hyra, pash 1, 2, 3, 5, 10 gjëra që më pëlqyen, thash, qa do bëj? Vajte i provova të gjitha dhe përfundova të marr 3 copa. E para është e preferuara imja. Gjeta një pal pantallona, këtu, të cilat tani nuk i shikoni dhe të veshura, po të shikoni si më ri në tru. Shefskis, fantastike, shumë të bukura, i moran masën extra small dhe i vetmi problem që kisha është që kur i vesha te pjesa e belit më rinin pak të hapura, po ja thash mamit, i thash kemi mundësi ti mbledhim disi, më tha mami diçka do bëjmë, kështu që me që e ka mamin këtu që merret me robat e mia, thash do i marr. Kushtonin 30 euro, nuk kishte uli, ishin çmimet normale. Unë rash në dashuri, kishte edhe një xhaket nga lart që kishte të njëjtin material edhe të njëjtën ngjyrë. Ngjyra që ka më pëlqeu më shumë nga të gjitha, që është nuk duket mirë te kamera, po është si tip kafe, po me pak bordo brenda. Është një mix. Po xhaketa që kishte nga lart kushtonte 40 euro, thash nuk ja vlen. Mora vetëm pantallonat, mezi po pres ti vesh këto, ti bëj një super kombinim për darkë, për mëngjes, për çdo gjë. Edhe pastaj kemi një bluzë super bazike, e cila kushtonte 8 euro. Unë kisha një të tillë te garderoba ime, po disi është hapur, tani është zjeruar, është prishur, është vjetruar, të gjitha këto gjërat. Edhe thash, pse jo të marr një bluzë të re, shkon me të gjitha, prap mundesh ta vesh edhe mëngjes edhe dark, why not? Basics. Edhe pastaj në fund kam akoma një copë që e adhuroj, sa e pash thash unë këtë do e marr. Thjesht ja kam hequr etiketën edhe nuk e mbaj mend sa kushtonte. Më duket 25 euro, ose diku atje 25 më duket kushtonte kjo bluza. Kemi këtë bluzën këtu, e cila është pak kështu me mangë asimetrike. Tu lart ka edhe këto kopsat, edhe e rinë ngushtë këtu te beli dhe pastaj hapet këtu te mangat. Ndihem që duket shumë shik. Nuk është një bluzë e thjeshtë fare që nuk të bie në sy, po nuk është edhe një bluzë super ekstreme që nuk mundesh ta veshësh, do të kesh një rast për shembull që ta përdorësh. Është një bluzë që i jep diçka outfitit, për mendimin tim, gjithmonë. Edhe këto ishin gjithë blerit e mia. Nuk kishim shumë kohë, ndërkohë dje kishim diku te 2 orë, 3 orë që të rim te qendret, se po të kisha edhe më shumë kohë, më duket do kisha harxuar edhe më shumë lek. Edhe kaq, po i mbledh të gjitha, i vej për të larë, të hyj edhe unë të bëj një banjë, të ndejmë robat, pastaj të bëjmë gati të ikim. Jam stresuar edhe dua të flej gjumë, edhe nuk kam kohë të flej gjumë. Atëre, unë ju thash që parë do bëj banjë, do bëjmë gati, këte andej do nisem për kërcimin. I bëra të gjitha këto, nuk filmova as edhe një gjë, hyra thjesht direkt në makinë, sepse jemi punuar, ne duhet të ishim atje në orën 5. Ora është 5:01 çerek edhe tani unë nisem nga shtëpia, jam me Irinin. Irini tregova veten tënde. Pita, bëjmë çik të bukura. Edhe jemi nisur për teatrin që unë as nuk njoh ku është, nuk kam mbajtur ndonjëherë dhe shpresoj të mundem të shkoj kollaj, sepse për ndryshe nuk po kaloj bukur fare. Sa u ktheva në shtëpi. Nuk ju kam filmuar fare sepse bësh një rumuj atje, vajta, kishte fëmijë, kishte njerëz të mëdhenj, kishte prindër, nuk mundeni të kuptoni, pa fund njerëz, rumuj të gjithë njëri mbi tjetrin, kush do dali pari, kush i dyti, ishim kështu pak. Edhe që thoni, ne vajtëm atje që në orën 5:30 të mbasdites, edhe ikëm që atje në orën 10:00 të natës. Edhe bëm vetëm një provë, sepse kishte shumë koreografi, edhe nuk arritëm ta bëjmë shumë herë, kështu që edhe unë tani jam me stresin që
do dal skandale dhe kam pak frik, po s'kam që të bëj në përgjithësi. Deshim ta bëjmë më shumë herë, po ai që ka teatrin me pak fjalë na përzuri. Na tha, unë i mbylla dritat edhe ika, kështu që edhe ne në minutin e fundit arritëm të ndrohemi thjesht që të dalim jashtë, sepse na thoshte hajde. Unë isha me pantallonat dorë, i thosha ç'a të bëj të dal lakuriq, një zonjë ishte. U veshëm edhe ikëm, kështu që nuk veti shumë mirë siç mundeni ta kuptoni kjo prova sot. Shpresoj nesër të arrim ta bëjmë pak më shumë, sepse na tha mësuesja që kemi që të paktën të arrim ta bëjmë nesër para se të fillojmë. Do shkojmë që në orën 6 ne, kurse shfaqja fillon në orën 8. Por desha them që u ktheva në shtëpi, jam e kputur, dua thjesht të haj, edhe pash që mami ka bërë ballokume në kuzhinë, sepse nesër është ditë e verës. Edhe ka bërë edhe kulaçe me lek brenda, kështu që prandaj hapa kamerën që të shkojmë të presim kulaçen, të shohim kush do jetë me fat. Kulaçe. Njëherë mami të lumshin duart. Njëherë si fillim. E dyta duket shumë e mirë. Ka e kuptove tash ti. Pak e pjekur. Pak e pjekur më shumë, po hajt mo. Shumë sa duhet, po është e zmerke, kështu po. E zmerke lezetshme. Vazhdojmë. Nga tjetër kthej. Për sa do presim? Për 5? Edhe për shpinë? Po. Kujt ja pres pen, më thoni. E po tani... Po thjesht po i bëj shenja. Pre, tamam e themi e ka ky. Ja, parën e kam unë, ha. E para është jo, t'jam bëj mend tash kjo këtu e para. E dyta imja. Po. Treta Anxhelës. Treta e Anxhelës. E katra e Leanës. E katra kjo këtu e Leanës, edhe kjo ngelet e shtëpisë. Ajo është. 4 nuk është numrim, po hajt mo. E tani, te katra të vunë. Te 4 më put, po nuk është numrim. Cili është numri aty? Nuk e di. Ose dyshi, ose... Dyshi është edhe imi, edhe joti, edhe i gazit. I Anxhelës është njëshi. Këto t'i hero. Hajde. S'ka gjë, le të shohim. S'ka gjë. Kjo ishte gazet, kjo imja. Ajo. Ti e dyta. Kjo e Anxhelës. Ti ke dyshin, Anxhela. Anxhela? Edhe Fare ka kapur në mua. Bravo motra. Je me fat. Unë kur? Do më thoni mua? Kam kaq vite që po ju them bëjeni kastile ta bëj të më bie mua, nuk e bën. Që edhe në ty. Qa fati kesh. Thjesht e rrotullove qa bëre? Mirë s'ka i ti nuk u gëzove. Jo. Nëse merr tash tani. Ti Mirë. paktën do tash të Mirë. më s'ka taj. Thjesht në leku. Dhe pak me gjatë, dhe qik djatë. Aha. Fantastike. Jemi arritur këtu, të dhoma që po ndrojemi, të gjithë gocat këtu që po kërcejnë, edhe Eliana është shehur këtu mbrapa. Nuk do thuaj që po bën ajo andej. Tani do ju thuaj unë për mua. Unë jam stresuar në qik, se unë jam në radhën e parë, edhe vendin e teatrit me vendin që do kërcejmë ne, janë afër, edhe unë që jam në radhën e parë. Eliana, na thuaj, si po ndihesh tani? Unë ndjem që kjo është një vlog pa lidhje, se unë sot s'kam filmuar gjithë ditën, edhe mirë që e kape ti telefonin, se unë do t'isha haruar fare. Këtu po bëhet një rumuj me njerëz, jemi ngatruar njëri me tjetrin, shpresoj të shkoj mirë. E bërëm 2-3 prova tani koreografin ton. Vajta të bjerë 1-2 herë. Shpresoj të mos ndodh kjo tani që do dalim. Jemi të 4-ta, edhe disi jam e lumtur për këtë gjë, se jemi të parat edhe pastaj do ri, do qetësojmë, do ulem, nuk do stresojmë. Kaq. Desde el momento que te vi en aquel rincón, me sentí el fuego en mi corazón. Todos los años que soñé con volverte a ver, tuve la esperanza, no paré de creer que llegará el momento de nuestro amanecer. Y de repente estás aquí. Përshëndetje re, nga një ditë tjetër. Kjo vlogu nuk ka shumë lidhje,
Sepse çka ka ndodhur tani. Të shtunën un kisha stres, ankth, më kishte kapur diçka, edhe nuk desha të filmoj, nuk desha të flas, nuk desha të dal nga shtëpia. Isha gjithë ditën thjesht po prisja të vi ora, momenti që të shkoj te teatri, të kërcej, edhe të ika i stresi që kisha, prandaj nuk ju filmova. Telefonin tim e kapi Irini kur ishim atje te kërcimi, më tha, ti nuk bëje vlog. I thash, ti ke të drejtë, un bëja vlog. Po, nuk kisha bërë atë ditë. Të dielën nuk filmova sepse isha gjithë ditën jashtë, edhe harova të marr kamerën nga shtëpia, te telefoni nuk kisha më vend që të filmoj video. Kështu që desha t'ju filmoj ditën dje, se realisht jam që në mëngjes dje në rrugë deri në darkë, u ktheva shumë vonë në shtëpi. Kemi dalë me kushurint, kemi vajtur për shopping, për kafe, për brunch, të gjitha i kemi bërë, unë pa kamera. S'kemi ç'bëjmë. Sot është e hënë. Edhe sot thash, ja, me që jam në shtëpi edhe do dal tani, do e marr kameran me vete, prandaj po ju flas tani mbas gjithë këto ditëve që ju kam haruar fare. Edhe jam bërë gati. Outfiti për sot është ky këtu, pantallona të zeza Cabana, të ngushta lart edhe hapen poshtë në fund. Mokasini kam veshur në këmbë, më duken shkojnë me stilin, me vibe-in që kam sot. Kjo si quhet ma kabardina? Cape, si ta them. Është si tip palto i shkurtër, po jo palto fix. E kuptoni, e shikoni. Çantën time polen kafe të bukurën. Vesh edhe vëthkat e mia të reja që ju tregova te holi. Edhe jam gati. Edhe mami ime është gati, e cila do vi me mua, do dalim bashkë tani, do shkojmë në Jumbo, sepse kishim marrë këtë këtu kornizën, që është prej druri, me efekt druri, do me thënë. Edhe deshim për salonin, për atë pikturën që kemi bler te Louvri. Jo te Louvri, ku e blem atë? Apo te Musée d'Orsay. E blem te në Paris në një muzeum, një pikturë, edhe deshim të vem ta varim këtu diku te saloni, mbase do vjet këtu te televizori anash. Edhe morëm kornizën që ta vem, nuk na pëlqeu, motra na tha ndrojeni, shkoni të mirë në një gold. Jo që nuk shkonte, po jo aq shumë sa shkon ajo tjetër. Po. Goldi jep një vibe tjetër salonit, sepse kemi edhe pasyrën atje mbrapa, siç e shikoni që gold të vjetrën. Edhe deshim se kjo nuk shkon, se edhe kjo shkon me. Po shkon. Po goldi shkon më shumë. Kështu që do shkojmë në Jumbo të ndrojmë, marim do një gjë tjetër derisa të gjejmë kornizë gold. Kornizë gold nuk e dia më do gjejmë, se ne kemi një muaj që kemi ardhur nga Parisi. Edhe nuk e kemi. Tani pas 2 muajsh mund të dalëm. Po, mbase. Mirë, për vitin e ri. Në Jumbo, po thjesht nuk pam një detaje që ndrimet bëhen vetëm nga e marta deri të premten, vetëm tani nuk bëheshin. Edhe sot është e hënë. Gjetëm ditën fix, domethënë, që nuk bëhen vetëm sot. Gjithë ditët e tjera bëhen. Kështu që ikëm edhe po shkojmë tani një xhiro në supermarket, marrim 2-3 gjëra të rikthehemi në shtëpi. Një balkon të madh të kishim, të mirnim këto, të rinim te balkoni jon, të pinim kafe çdo mbasdite. Mirë, do ishte lana shumë mirë. Ata atje doa unë që të luaj. Ta merr kur vesh në shtëpia jote, do ta bëj dhuratë për shtëpi. Faleminderit. Supermarket, se deshim të marrim 2 gjëra, qumësht edhe sheqer. Përfundojmë të marrim pak më shumë, kështu që është ora t'ju bëj një hol. Sa u kthem në shtëpi, mami nuk është për supermarket, mami po hyri diku që ka gjëra në përgjithësi për shtëpinë, për dekorime, për këto. Hyn atje me kokë edhe me zore të rrhoqa që të shkojmë nga ana tjetër të marrim ato që realisht na duheshin. Le të fillojmë me holin ton. Kemi këtu një kuverli që është i lehtë për behar, i bardh me këto lulkat lart. E pa mami më tha shumë i bukur është. Më tha e do ti për dhomën tënde? I thash, ok, why not? Për krevatin tim, sepse i ka për masat 1,60 me 2,20. Shpresoj të bëj, sepse për ndryshe do duhet ta marrim edhe këtë nesër me vete që ta ndrojmë bashkë me kornizën që nuk e ndrojmë sot, duhet shkojmë përsëri nesër në Jumbo. Kemi këtë këtu që është për këto lulet orkide, e që i ka mami në shtëpi, është si tip dhe.
me gjëra brenda që bëjnë mirë për lulen. Pastaj kemi një çarçaf për mamin, sepse deshte një çarçaf që ta hedh lart pa llastik, se ka për poshtë, edhe deshte një për lart për krevatin e vet, tani që po vjen behari. Morëm një peshqir të bardhë, të thjesht prap, sepse kemi disa që janë vjetruar shumë edhe po mundojmë unë t'i heq avash, sepse mami merr të reja, po halli është që ato të vjetra që ka nuk I hedh, I mbajnë të gjitha në këtë shtëpi, mbushemi. Po do bëj unë në një moment të dytë kur të mungoj mami nga shtëpia një pastrim dollapi, që të hedh ato të vjetrat, të ngelemi me këto të reja që janë të bukura të paktën. Pastaj kemi bukë të thekur, të cilën e desha unë që ta bëj si snack, me pak djath, me pak domate, kastravec, diçka. Këtë është një snack shumë I mirë për pasdite. Llak për flok që më kishte mbaruar, deodorant me arkokosin, kjo është e preferuara imja. Kemi pastaj këtu që janë snacks për qenka, edhe I morëm për lunën, për qenin që ka tezja. Kur shkojmë andej ose kur vjen luna këtej te shtëpia jon, t'i japim ndonjë snack të kënaqet goca. Qumësht kryesore nuk ishim. Unë mor edhe një amita. Këto nga Life më pëlqen më shumë nga të gjitha, sepse janë edhe të freskëta, edhe kanë edhe shumë fruta brenda. Kjo ka moll, portokall, karot, sheqer që na duheshe. Për çfarë desha sheqeri ma? Do bëj limonad mami. Nuk e di po I keni parë, po këtë ditë ishte plot këtu kuzhina me limona. I ke shtrydhur ma? I shtrydhe edhe tani do bëj limonad. Një kos Activia, edhe kjo snack për mua. Mora një që ta provoj se nuk e kam provuar këtë. Të shohim po do jetë mirë. Mask për fytyrën nga Bioten me kolagen. Mami mori një serum nga Bioten me vitamin B12. Ishte dhe lirë, më duket ishte 3 euro e ca, diku atje. Edhe mori edhe një serum tjetër me vitamin C nga brandi Garnier, se kishte mbaruar vitamina C. Edhe këto ishin të gjitha? Duket, po. Edhe unë tani nuk po ndrohem, më shikoni kështu akoma, sepse po pres Davin të niset nga shtëpia të vitë më marr, edhe të shkojmë një xhiro në një qendër tregtare, sepse motra ime me Clydein deshin t'i bëjnë dhuratë për ditëlindje Davit, një pala mokasini, pucë elegante për burra. Se Davi nuk ka edhe deshte, kishte nevojë edhe për punën, këtë janë dej, kur bëjnë mbledhje do një këpucë pak serioze. Edhe I kishin thënë që do ta marrim ne. E kishim frikën te numri, sepse Davi ka numrin njëri ka 42, njëri bëjnë 43, njëri 42.5, është diku atje në mes. Kështu që nuk ishte motra ta marr nga Italia, edhe pastaj të mos kemi mundësi ta ndrojmë, po nuk I banin në kamp. Edhe më kishte thënë mua që shkoni ju bashk, të gjeni një palë këpucë dhe do të japun lekë, do ta marr unë dhuratën këtë janë dej. Kisha thënë unë okej. Ditëlindja e David ka kaluar këtu edhe një muaj e ca. Edhe nuk kemi vajtur sepse një ditë ka të bëj diçka, një ditë tjetër ka të bëj një gjë tjetër. Edhe I thash sot do shkojmë, sepse më ka thënë edhe motra më ka marrë në telefon, më ka thënë do shkoj viti tjetër edhe akoma nuk do I kemi marrë dhuratë për këtë vit. Është e vogël. Kuverlia që morëm me bardha, që ju tregova në fillim, është e vogël. Nuk bën për krevatin. Do ndrojmë nesër. Hello! Hello! Ç'kemi si jeni? Mirë si e ti? Nisemi. Si përfunduam në Galeri de Bote, nuk e di. Ku më solli ti e ke faj. Po unë e kam. Kishim filluar tani po kërkonim për këpucë, po pash Galeri de Bote. Nuk do hyja. Tani kam erdhur këtu, ka këtë brandi që quhet Tir, edhe është koreane, edhe kisha parë në TikTok-un, edhe tani kam parë që kanë sjell make-upet e tyre, edhe po I shoh, po I hedh një sy, kam dëgjuar që janë të mira. Hola minjo. Pse nuk bën ja tani bëri fokus. Atëre, jemi në makinë sepse jemi rikthyer, por un para se të shkoj në shtëpi dua t'ju tregoj blerjet që bëm sot, të cilat janë kryesisht vajtëm për këpucët, kështu që do jetë e para që do ju tregoj. Ç'a duket këtu? Vajtëm në Aldo. Janë shumë të bukura. Edhe I provovi dhe Devi në kamp, I shkonin tepër shumë. Kape njëra. Edhe ja ku janë këpucët që zjodha. Janë shumë të bukura. Mokasini, prej lëkure, kanë edhe këtë si detaje këtu para, edhe në këmbë I rinin shumë
elegant, chic, edhe të gëzosh. Edhe tani të vazhdojmë me të tjerat. Ta themi që kjo është dhurata Po, nga Angela dhe nga Clyde. po e thash që parë, ti duhet Hajde. t'i falemderosh tani. Angela dhe Clyde, ju falemderoj shumë. E di që nuk do ta shikoni këtë videon, po bravo. Motra ime do njëri shikon videot. Jo gjithmonë, po shikon ndonjëherë. Blerja tjetër është kjo këtu. Kemi një libër e cila quhet Puthja që vravi vrerën. Tani e thash mirë, se thash mirë unë nuk e di. Unë kështu dita përkthej këtë titullin. Nuk dija çfarë të zgjidhja, po mbaroj tani jam te fundit e ai libri që lexoja. Edhe nuk është që vdiqja me atë, se është seri, si ju kam thënë, edhe nuk desha ta vazhdoj të marrë edhe libra të tjera, se nuk okej, e bukur, po më lodhi disi. Edhe thash të shkoj të gjej ndonjë gjë tjetër. Kishte atje një person që punonte te librat, i thash, e di qa, nuk e kam iden fare qa dua thjesht një libër kështu, ta lexoj kollaj, të jetë pak kështu romantike, këto dua. E më rekomandovi këtë këtu, nuk e di, po do jetë e mirë apo jo, do e lexoj, do ju them. Edhe tani shkojmë te blerjet, Më të shtrenjta. më të shtrenjta, Sot. të cilat unë nuk kisha në mendje të ble diçka. Po hym siç pata edhe te vlogu në Galeri de Bote. Unë po shikoj atje make-up e gjëra kështu. E shikoj Davin që më vjen me ato letrat që provonte parfume. E më thotë të pëlqen kjo, të pëlqen kjo, të pëlqen kjo. I provoja unë, më thoshte kjo më pëlqen, kjo se më pëlqen, deshte të mirte një parfum për verën, tani pak kështu më të lehtë. Edhe po shikonim, thash unë në një moment ja prit të shoh një, vajtëm atje që ishte Dolce Gabbana, edhe pash atë shishen që kishte, edhe dukeshe fantastike në sy. Ishte shumë e bukur me detaje të bukura këtë ende. Thash prit ta provoj këtë parfumin. E provoj, them kjo është fantastike, e mrekullueshme. Ja tregoj edhe David, e provon edhe David, më thot shumë e mirë, edhe të njëjtin parfum e kishte edhe në burash. Edhe më thot Devi, u bërë edhe unë xhelos, prit ta provoj edhe unë atë për bura. I pëlqeu. Edhe ishim të dy atje te Dolce Gabbana që thoshim na pëlqejnë. Edhe më thot Devi, e mirë hajde, do marrim dy, një burash, një grash. Edhe ishte atje një zonja që punonte, thot okej, edhe kthej unë kokën, i them unë nuk e vendosa timen. Do Devi, e mirë, tani është edhe në ulje, se kishte 35% ulje më duket. Është edhe në ulje, do i marrim tani, ha, lere. Edhe i morëm maçi parfuma. Të parfumin këtu nga Dolce Gabbana quhet Devotion, edhe është intense, se kishte të thjeshtën edhe intense që është pak më e fortë, domethënë ban edhe më shumë. Ishte edhe më shtrenjtë. 50 ml, 85 euro. 85 euro. Kurse ti more 50 ml, 75 euro më duket. Po. Nuk është intense imja. Po, jotja nuk ishte intense. intense. E jotja ishte e thjeshta. Ishte 135 euro. Ishte 135 euro normalisht. Ne morëm 85 me ulje. Kështu që ja vlen. Sot kam fituar lek. Unë kështu dua ta mendoj. Nuk dua të mendoj që po. Nuk dua të mendoj që kam prishur, dua të mendoj që sot kurseva. Edhe jotja shkruan Devotion. Vërtet I kemi marrë të njëjtët. So cute. Maçi. Kaq. Jam dashuruar me këtë parfumin. Se o ktheve në shtëpi edhe e hapa që t'ia tregoj mamit edhe babit, edhe thash t'ia tregoj dhe ju shishen që nuk e pat që parë. Plus, desha të them që te dyqani kur isha, e mbajta ri, thash, qa ka brenda? E më thot është në përgjithësi e ëmbël edhe ka një një aromë lajthie. Edhe unë nuk e di, u dashurova. Dua ta provoj edhe mamit tani të më thot po I pëlqen. Të pëlqen? Shumë. Nuk mund të them që u dashurova e sa ty, po shumë e mirë. Jo, shumë e mirë, mami. Lere pak të ri e pastaj do kuptosh. Unë jam e dashuruar me lajthit të tija, se sa me aromë. Përdes. Baba, Sipër lajthi. suaj shumë mirë është. Mua më pëlqejnë më shumë bajamet faktikisht. Në lajthi nuk janë të këshilla, mira ja. Njerë unë e mbaj erë që këtu që jam. Po pra. Era jote me Po rëndim. ne Ne ka filluar dhe frishën tërë sistemi rëzit të tëra, me në doam servis. Se erë të mirë. do suflati të Po, po teljo. E, vërtet ju them, kam mbajtur erë gjithë saloni. Babi tani iku të na marrë suflaqe të hajmë, edhe ishte të dera edhe thoshe,
E mirë se mban erë deri këtu thoshte. Që vërtet un jam këtu tani mami është ndej edhe mban erë gjithë salloni re. Shkon ta provoni po nuk e keni provuar, mrekulli. Thjesht është pak e rënd. Po është intens, domethënë do e vinë në mëngjes, shpresoj të mbaj erë deri në mbrëmje, atë dua. Unë ma do haj një suflaqe shpejt në shtëpi me ju, edhe pastaj do shkoj te Stella, te shoqja ime. Çfarë do bësh ti? Do shohim ndonjë film te shtëpia e Stellës, të rim atje bashk. Dashuria e jetës. Ju bëhet mirë. Vetëm e jetës është. E jetës. Edhe imja. Edhe jotja. E gjithë. Edhe përsëri në rrugë për te shtëpia e Stellës.